S'ka konsensus për presidentin, njohësit paralajmërojnë zgjedhje të reja. Përshëndetje të nderuar shikues, ky është edicioni qendror i lajmeve në Radio Televizionin 21. Stuhitë e breshrit në komunën e Istogut kanë shkatëruar thuajse rreth 90% të kulturave bujqësore. Bujqit kërkojnë dorën e shtetit për kompenzim, ndërsa komuna thotë se po bën vlerësimin e dëmeve për t'i adresuar në Ministrinë e Bujqësisë. Kjo është gjendja e rendimeteve në fshatin Kovrag në komunën e Istogut pas rreshjeve të së hënës pasdite. Bujku Xhevdet Xoci thotë se arat e tij janë dëmtuar 100%. Sa hapësirë ju ka dëmtu në këtë, sa hapësirë keni pas në këtë pemishte dhe sa është dëmi që ju ka shkaktu juve? Fillimisht unë jam Kosov Blakaj, i fshatit Kovrag. Në pronësi kam dikon 4 hektarë gjysë që të pari. 4 hektarë gjysë të mbjellua veç me mod? Me mod. Sa mundet me konë vlera për afërsisht të ju ka shkaktu? Po i tash a ditë qysh, nuk e di sa ka bëjt më konë çmimi si këtë vjet, se tash e kisha ditë me të kalkulu sa. Nëse i shku për shembull 40 cent, për llogarisi 40 cent, dikon në 4 hektarë 200 tona molla, kalkulohet ashtu vetë, sa bën 200 tona molla, që kjo është koeficienti. Kjo është dëmi shumë i madh. Përpos dëmit material, domethënë është kthyet që ka shkaktuar dëme edhe për vitet e ardhshme, domethënë ka shkaktuar dëme në sytat frytore, i ka dëmtuar trupat, këto e çona tjera. Do të thotë që këta nuk ka me pas rendimente as vitet e ardhshme? Kjo është fatkeqësia e madhe që ka ndodhur, se për këto frutat që kanë rënë, që ka dëmtu, na patëm mja fal këtë farë pjesë, edhe detyrimisht ja fal. Po domethënë kemi dëme edhe që ka shkaktuar edhe për vitet e ardhshme. A mendoni se do të përgjigjet dikush nga shteti për këtë dëm? Po unë nga përvojat e kaluara. Nga përvojat e kaluara, nëse më pyeti mua, them jo. Nëse unë mendoj që duhet detyrimisht është dashur, nëse fermerët nuk mbështeten në këtë rast, domethënë faktikisht tash logjikisht më fol. Patriotizmi më i madh tash në Kosovë është të punosh bujku, do të më mbështet. Çto sa ne më prodhu, çto mollë kanë pas mushit këtu në Kosovë. Sa ke pas investim? Investimet janë të mëdha. Nuk zdia mund me mbulu këta, unë s'e di. Qyre, në 4 hektarë gjysë, ti për mi shpall luftë që ty në pemishtës tane, në 4 hektarë gjysë, ti dush mi pas 20 mijëra në kontë tonën. Për ndryshe, je si ke punu mirë. E patët për vizitë ministrën dhe kryetarën e komunës, ishe i qartë në kërkesat tuaja, a mund të thuash edhe një herë ato kërkesa që i kishe me që... Është absolutisht se në kemi pas as një sen, kur farë garancie për shtetit se kemi pas. Unë kesh i qartë në kërkesat e mija, ja bona dhe atina. Do të morim, do të shikojmë. O, ti mu që shpo më përkra, se e meritoj më përkra. E meritoj përkra. Unë ja vep edhe këti televizion, ju thash edhe këtyne. Një person së korone për shamo, që 35 vjetë mirëna me bujqësi. Në gjatë kush luftës e kemi lonë, na jemi bo rafsh, e kom edhe statusin e veteranit. Vish mos mu anku të shteti, unë jam mirë me qëtu. Kur shteti të anku që kam. Vish ashtë morë për qëtë shtet edhe për ish, po shtetet e përpashme. Më përfundu në ma 17 vjetë i plagosën me 204 euro. Sa është dëmi që ju ka shkaktu? Dëmi është, unë i tregova edhe vish investim, unë i kam për mi 20.000 euro investim. Unë kom llogarit dikon 4-50 mijë euro me morë. Adin mi krysh ato borë, që do kredina të vogla do këtu, mi morë do pare me kryu një fargjeni familjare. Kom llogarit dhe i 4-50 mijë euro me që tu krejt mi morë. Sion ato më. Ndërsa stuhia e së martës ka shkaktuar dëme në infrastrukturë në komunën e Suharekës. Kryetari i kësaj komune Balim Muharremaj ka publikuar disa fotografi duke apeluar për kujdes. Që në mëngjes është paralajmëruar se Kosova do të përballet me mot të paqëndrueshëm derisa Organizata Evropiane për parashikimin e stuhive ka lëshuar alarm të niveli 3, niveli më i lartë i rrezikut për Kosovën në mes të disa vendeve të rajonit. Deri në orën 17 nuk është raportuar për dëme të tjera nëpër qytete të Kosovës. Ndërkaq në paralajmërimin e Institutit Hidrometeorologjik është thënë se pritën rreshje intenzive, stuhi, breshër dhe erëra të forta.
Ndrojmë temë të informacionit. Bashkimi Evropian ka kritikuar vendimin e ushtruesës së detyrës së presidentës Albulena Haxhiu, e cila dekretoi lirimin nga detyra të 7 prokurorëve serb. Përmes një deklarate, një zëdhënës i bllokut evropian ka thënë se vendimi i Haxhiut, por edhe i Këshillit Prokurorial të Kosovës nuk duken të jenë në përputhje me ligjin, duke kujtuar se prokurorët vetëse kishin njoftuar për tërheqjen e dorëheqjeve të tyre. BE-ja u bën thirrje të gjitha institucioneve përkatëse që të përmbahen nga veprimet që synojnë pengimin e reintegrimit të personelit gjyqësor serb të Kosovës, ka thënë zëdhënësi. Ndërkaq më herët gjatë ditës, ushtruesja e detyrës së presidentës Albulena Haxhiu ka njoftuar se ka nënshkruar dekretet për lirimin nga detyra të 7 prokurorëve nga komuniteti serb, të cilët kishin dhënë dorëheqje nga sistemi i drejtësisë në vitin 2022. Këshilli Prokurorial i Kosovës refuzoi këtë javë kërkesën e prokurorëve për tërheqjen e dorëheqjeve të paraqitura në nëntor të vitit 2022, kur zyrtarët serb u larguan kolektivisht nga institucionet e Kosovës në veri të vendit. Zgjedhja e presidentit të ri mbetet sfida më e madhe për partitë parlamentare. Kjo pasi lëvizja vetëvendosje ende nuk ka siguruar partner koalicioni për të mbledhur minimumin 80 votat e nevojshme. Nga LVV-ja paralajmërojnë se seanca konstituive do të thirret jo më vonë se më 5 gusht, ndërsa partitë opozitare vlerësojnë se pa një marrëveshje nuk mund të ketë zgjidhje të situatës, ndërka që analistët politik paralajmërojnë zgjedhje të reja. Kosova rrezikon të shkojë sërish në zgjedhje nëse lëvizja vetëvendosje nuk arrin marrëveshje politike për të siguruar minimumin 80 votat e nevojshme për zgjedhjen e presidentit të ri. Deputeti i vetëvendosjes Vigan Qorrolli thotë se preferojnë një marrëveshje me LDK-n, por sipas tij janë në pritje të zhvillimeve të brendshme në këtë parti pas kërkesave për shkarkimin e kryetarit Lumir Abdigjiku. Ne kemi bërë të qartë që duam një marrëveshje politike për gjitha institucionet. Kjo ka qenë zatën edhe kërkesa e tyre, edhe në muajin, nëse kujtoni, në muajin mars dhe prill, që Lidha Demokratike kërkonte një marrëveshje klasike politike. Tashmë negociatat kanë qenë në rrugë të duhur të arrihet një marrëveshje e tillë politike, në mënyrë që të hyhet në seancë konstituive, zgjedhet kryetaria e kuvendit, kryeministri Kurti të rikonfirmohet në detyrë dhe më pas të çështja e presidentit dhe Kosovës të japim institucione stabile. Në LDK nuk kanë preferuar të komentojnë mundësinë e një marrëveshje me vetëvendosjen, e cila do të përfshinte edhe zgjedhjen e presidentit. Zyrtarët e kësaj partie thonë se aktualisht fokusi mbetet tek zhvillimet e brendshme pas kërkesave për shkarkimin e Lumir Abdigjikut. Ndërkohë, deputetja e AAK-s Time Kadriaj vlerëson se në mungesë të një marrëveshje politike, vendi do të shkojë sërish në zgjedhje. Kadriaj rithekson se AAK-ja do ta mbështesë zgjedhjen e presidentit, vetëm nëse paraprakisht merren parasysh 6 kërkesat e kësaj partie, ndërto edhe pranimi i projektit të gazit amerikan. Kadriaj ju kundërpërgjegj edhe kritikave të vetëvendosjes, të cilët i kanë cilësuar këto kërkesa si të pa arsyeshme. S'kemi kërkuar as pozitë presidentit, s'kemi kërkuar as pozicione ministrore, as bashkëpunim qeveritar me Albin Kurti. Kemi kërkuar këto kërkesa që janë legjitime, që mendoj se secili qytetar i Kosovës i kish miratu dhe i kish aprovu. Afatet kohore ligjorëve që po kalojnë, do të thonë, është fillim ngushtit, është data fundet që do të konstituohet kuvendi, dhe ne nuk shohim ndonjë angazhim këtë drejtim. Ndërsa antari i PDK-s Shemsia Shari kritikoi ushtruesen e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu për vonesën e thirrjes së seancës konstituive. Ai tha se PDK-ja do të mbetet në opozit, ndërsa mungesa një marrëveshjeje politike sipas tij e çon vendin drejt zgjedhjeve të reja. Prandaj, nëse lëvizja vetëvendosje nuk don me i kriju institucionet, atëherë do të merr veprime që do të krijojë kuvendin, qeverinë dhe të ndalet tek procesi i zgjedhjes së presidentit. Pa një marrëveshje paraprake me subjekte të tjera, unë nuk besoj që do të ketë mundësi që të krijohet edhe institucioni i presidentit.
Këtyre kritikave ju kundërpërgjegj deputeti i vetëvendosjes Vigan Qorolli, i cili nuk e përjashton mundësinë e zgjedhjeve të jashtëzakonshme nëse partitë politike nuk arrin pajtim për një kandidat konsensual për president. I cili do t'jetë një emën që i knaq dhe i satisfaksionon të gjitha partitë politike për qenë një emër konsensual, sigurisht që zgjedhjet mund të duken të pashmangshëm, por ne nuk dua me shku në zgjedhje. Sipas kushtetues, presidenti i ri zgjedhet me të paktën 80 vota në 2 raundet e para të votimit. Për këtë arsye, pa një marrëveshje politike ndërmjet partive parlamentare, zgjedhja e presidentit konsiderohet pothuajse e pamundur. Ndërkohë, afati kushtetues për konstituimin e kuvendit përfundon me 7 gusht. Ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu ka deklaruar se i ka lënë hapësirë partive politike me theks të veçantë në zgjedhjen e presidentit para se të thrasë seancën konstituive. Antarë të LDK-s kërkojnë që sa më parë të mbahet kuvendi i jashtëzakonshëm i kësaj partie për të kuptuar pozicionin e LDK-s për pjesëmarrjen në qeverinë e ardhshme apo shkuarjen në zgjedhje të reja. Në çarqet analitike, ndërkaq si emrat të mundshëm për kryetar të LDK-s përmendën përparim Rama e Lutfi Aziri. Janë bërë një javë që kur një pjesë e delegatëve të LDK-s të pakënaqur me udhëheqjen aktuale, dorëzuan nënshkrimet për kuvend të jashtëzakonshëm për shkarkimin e kryetarit Lumir Abdigjikut dhe ende s'ka një datë për mbajtjen e tij. Sipas statutit të LDK-s, nga momenti i dorëzimit të nënshkrimeve, kuvendi i jashtëzakonshëm duhet të mlidhet brenda 60 ditëve. Në LDK nuk bën të ditur nëse janë verifikuar të gjitha nënshkrimet si dhe kur do të thirret kuvendi i jashtëzakonshëm, por antari i kësaj partie Niç Krasniqi thotë se kuvendi duhet të thirret sa më shpejt në mënyrë që të përcaktohet e ardhmja e LDK-s. Kjo procedurë tjetë më përshpejtuar, edhe pse po punohet në verifikimin e nënshkrimeve që janë mbledhur për të thirrur kuvendin e jashtëzakonshëm, mirë po mase që kjo procedurë tash është e pashmangshme, është shumë me rëndësi që t'jetë efektshme. Pse duhet t'jetë efektshme? Sepse LDK-s i duhet një konfirmim ose i kësaj udhëheqje në krye me kryetarin Abdigjiku ose të bëhet një vendim i ri, cili do që vendim të bëhet në atë kuvend të jashtëzakonshëm, sa më shpejt e ndihmon që LDK-ja të jetë më efikase në sfidat që pe presin. Sfidat janë 2. Ose pjesëmarrja në qeverisjen e ardhshme, ose shkuarja në zgjedhje të reja. Prandaj LDK-ja duhet ta ketë shumë me rëndësi që këtë procedurë ta kryejë sa më shpejt. Kërkesa për kuvendin e jashtëzakonshëm të LDK-s ku në rendite pritet të jetë shkarkimi i Abdigjikut erdhi pas shprehjes së pakënaqësive të shumta për rezultatin zgjedhor të LDK-s në udhëheqjen e tij. Ish diplomati Berim Canaj vlerëson se mundësia për shkarkimin e Abdigjikut është reale. Ai përmend 2 emra që sipas tij kanë më shumë gjasa të jenë në krye të LDK-s. Kur mbledhen 200 nënshkrime, atëherë nuk di se çka kërkon Lumir Abdigjiku më tutje brenda partisë, në qoftë përpos nëse ka ndonjë qëllim që të heqë gjithçka nga partia dhe të vazhdoj pastaj me personat e tij të dëshiruar. Në qoftë se vazhdon, atëherë thjesht do ta shohim një fragmentim të lidhjes demokratike të Kosovës. Gjasa duket që janë te përparim Rama dhe Lutfi Aziri. Natyrisht që edhe Abdullah Hoti dhe Hikmeti Bajrami mund të jenë emra serioz, mirë po më duket Lutfi Aziri është ai faremri i cili mund të i përmbledh më shumë delegatët e lidhjes demokratike të Kosovës, e përparim Rama po e vrehet që e ka një përkrahje dhe në fund ditës kur e fiton Prishtinën, thjesht është si me fitu Kosovën. Ditë më parë, kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku ka thënë se nisma për shkarkimin e tij vjen në një moment kritik si për LDK-n, ashtu edhe për vendin. Abdigjiku është përballur me një vot besim edhe me 31 janar të këtij viti, pas rezultatit të zgjedhjeve të dhjetorit të vitit të kaluar, të cilit vot besim ai kishte mbijetuar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë veprime konkrete nga Kosova për të rikthyer dialogun strategjik, derisa zgjeron bashkëpunimin me Serbinë në fushat kyçe si në ekonomi, siguri e mbrojtje.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës presin hapa konkret nga Kosova për të rikthyer dialogun strategjik mes dy vendeve, për çka ambasada amerikane thekson se rifillimi i këtij procesit varet nga finalizimi i institucioneve, krijimi i kushteve të përshtatshme dhe përmbushja e zotimeve të Kosovës ndaj komunitetit serb. Sipas saj, ekziston potencial për themelimin e bashkëpunimit në fusha si energjia, siguria kibernetike, mbrojtja, infrastruktura dhe teknologjia, ndërsa kujton dialogun strategjik që u pezullua në shtator të vitit 2025. Ne presim që të zhvillojmë një dialog strategjik me Kosovën kur të krijohen kushtet e duhura. Ekziston një mundësi e madhe për zgjerimin e marrëdhënieve tona dypalshe në shumë fusha që do të përfitonin nga kuadri një dialogu strategjik, nga energjia, siguria kibernetike te bashkëpunimi në mbrojtje, zhvillimi i infrastrukturës dhe sektori i teknologjisë. Një bashkëpunim i tillë i thelluar kërkon që të gjitha institucionet qeverisëse të jenë plotësisht të konstituara dhe funksionale. Shtetet e Bashkuara pezullua në mënyrë të pacaktuar dialogun strategjik SBA-Kosovë në shtator të vitit 2025, për shkak të shqetësimeve lidhur me veprimet që kishte ndërmarrë qeveria në detyrë. Për të rifilluar planifikimin për një dialog strategjik, duam të shohim hapa konkret nga qeveria në detyrë për të quar përpara qëllimin ton të përbashkët, për forcimin e paqes dhe stabilitetit si bazë për prosperitet të ndërsjellë ekonomik, përfshirë përmbushjen nga Kosova të zotimeve të saj në raport me serbët e Kosovës. Në të njëjtën kohë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë nisur dialogun strategjik me Serbinë. Zhvillimet kanë ngjallur reagime në Kosovë. Ish-deputeti i PDK-s Xhavit Halili thekson se pezullimi i dialogut me Kosovën dhe avancimi i bashkëpunimit me Serbinë janë pasojë e politikave të qeverisjes në detyrë, si në planin e brendshëm ashtu edhe në atë ndërkombëtar. Vazhdueshme me Serbinë, edhe një kohë bukur gjatë. Presioni ndërkombëtar mund ta bëjt veten edhe neve të fillojmë rrugtimin tonë që po na preferojnë edhe miqtë tonë që ti të kalojmë disa çështje dhe t'i hapim njëri tjetrit perspektivë në rrugtimin tonë. Ka pezullu Kosova, si ka pezullu Serbia, po thamë figurativisht. Se Kosova me këtë qeverisjen e saj, i ka vendos Amerika sanksione. Ja ka vlerë. Edhe ish diplomati Albert Prenka e konsideron pezullimin e dialogut strategjik si një goditje për marrëdhëniet Kosovë-SBA. Thotë se partneriteti strategjik do të krijonte mundësi për bashkëpunimin në ekonomi, energji, siguri dhe mbrojtje, ndërsa vlerëson se fokusi amerikan në rajon po zhvendoset më shumë drejt Serbisë. Po mendoj që Kosova duhet ta lexojë këtë si një kapërcim strategjik. Pra kalimi nga komunikimi miqësor i një shteti i cili ka qenë sponzor i lirisë Kosovës, i pavarësisë dhe ndërtimit të institucioneve të Republikës Kosovës, kalon pra në një shkallë ku pezullohet ky projekt madhor për Kosovën, pra ekzistencial, që është pra partneriteti strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në nënshkrimi dhe vazhdimi i dialogut partneriteti strategjik i cili përmban tema thelbësore, pra bashkëpunim ekonomik dhe në energjetik, edhe mbi të gjitha bashkëpunim në siguri dhe mbrojtje. Kjo tregon se Shtetet e Bashkuara të Amerikës fokusin apo vëmendjen e saj strategjike për Ballkanin Perëndimor tash e ka Serbinë, shtetin e Serbisë, ndërsa Kosova mbetet e vetë izoluar, pra si rezultat i një politike të jashtme inkoherente, jo kompetente dhe do të shkojë edhe me tutje duke quajtur një politikë sharlatane. Dialogu strategjik është mekanizëm i bashkëpunimit të rregullt ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vendeve partnere për koordinimin në fusha si siguria, ekonomia, investimet, energjia dhe politika jashtme. Kosova dhe Shtetet e Bashkuara e nisën këtë proces në vitin 2024, por ai u pezullua një vit më vonë. Ndërkohë me 17 të këtij muaji, Serbia zhvilloi raundin e parë të dialogut strategjik SBA në Washington, duke shënuar një epë të re të bashkëpunimit mes dy vendeve. Aksioni për rënimin e 11 vilave të ndërtuara në mënyrë të kundërligjshme pranë liçenit të Ujmanit është zhvilluar pa telashe. Procesin e lirimit të pronës së ndërmarrjes Iber Lepenc e siguroi policia derisa në mesin e objekteve të rënuara sipas burimeve janë edhe
dy që ju përkasin kryesuesit të kuvendit komunal të Mitrovicës së Veriut, Ivan Zaporashac dhe vllajt të tij. Shefi i planifikimit në kuadër të operativës rajonale policore Mitrovicë Veri, Erdoan Baliqi, ka bërë të ditur se në teren nuk është shënuar ndonjë incident. Ajo çfarë mund të deklarojmë, se nga orët e mëngjesit ne kemi asistuar Iberlepencin. Këtu jemi ne për shkaqet sigurisë, për shkaqet sigurisë, ndërsa Iberlepenci janë duke i kryer detyrat e veta, punët e veta. Kështu që deri më tani nuk kemi pas ndonjë incident ose ndonjë problem. Aktualisht janë duke u rënu, do thotë jemi pothuajse janë në përfundim të rënimit të këtyre 10 villave që janë këtu. Mirë, po deri tash çdo gjë ka shkuar në rregull, nuk është paraqit nevoja për me intervenu ndonjë gjë. Ajo që mund të deklarojmë ne, na kemi pas kërkesën për sot, ndërsa për ditët në vijim nuk mund të parashohim ne derisa nuk kemi ndonjë kërkesë tillë. Pas skadimit të afatit për lirimin e hapësirave të Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina nga Fakulteti i Shkencave Teknike në Mitrovicën e Veriut, rektori UP-s Arben Hajrullahu ka kërkuar kthimin e pronës dhe zbatimin e ligjit. Institucionet në Veri po tentojnë të përvetsojnë identitetin e Universitetit të Prishtinës, duke shfrytëzuar në mënyrë të paligjshme ish objektin e Fakultetit të Metalurgjisë, i cili është pronë e UP-s, thot rektori Arben Hajrullahu. E ashtu quajturi Universiteti Prishtinës me selinë në Mitrovicë, e që një ditë bazuar në ligjet në fuqi në Republikën e Kosovës, shpresoj që do të themelohet Universiteti i Mitrovicës Veriore, atje dikush ata që tentojnë ndër të tjera me vjedhje dhe identitetin e Universitetit Prishtinës, kanë përdor, kanë uzurpu ish fakultetin metalurgjik, i cili është prunë e Universitetit Prishtinës. Hajrullahu u bëri thirrje publike të gjithë shfrytëzuesve të paligjshëm që të lirojnë pronat e UP-s, duke paralajmëruar shfrytëzuesit për përballje me ligjin. Edhe në këtë rast, sikurse edhe në raste tjera, për shembull për këta që po na ndërtojnë hotele, po na hapin hotele në kampusin e Universitetit Prishtinës, apo ata që i kanë uzurpu pronat, e i kanë përkthy tek fakultetet teknike, apo ata te fakulteti i bujqësisë, që të gjithë rand pa përjashtim, do të ballafaqohen me fuqinë e ligjit dhe do të kërkohet që të largohen nga pronat e Universitetit të Prishtinës të shfrytzuara në mënyrë ilegale. Universiteti i Prishtinës njofton se në periudhën nëntëshkurt deri më 10 mars 2026 i ka dërguar Fakultetit të Shkencave Teknike kërkesë zyrtare për lirimin e objektit brenda një afati 30 ditor. Në kërkesë thuhet se fakulteti duhet ta liroj vullnetarisht pronën dhe t'ia dorëzoj atë pronarit ligjor Universitetit të Prishtinës ose të inicoj procedurë për rregullimin e marrëdhënies juridike për shfrytëzimin e objektit për të cilën UP ka shprehur gatishmëri për bashkëpunim. Dekanati i Fakultetit të Shkencave Teknike në Mitrovicën e Veriut nuk ka dhënë përgjigje për këtë situatë. Sipas njoftimit të fakultetit, institucioni ndodhet në pushim kolektiv deri më 21 gusht. Kthehemi në studio me informacionet të tjera. Mëngjesin e sotëm një 24 vjeçare ka humbur jetën pas një aksidenti në rrugën rajonale Pej Prishtinë në afërsi të Komoranit, me qras 3 persona të tjerë kanë pësuar lëndime. Drejtori i emergjencës në qendrën klinike universitare Naser Sylla ka thënë se gjendja e 2 të lënduarve është stabile, por me lëndime të rënda trupore, ndërsa një paciente tjetër i është nështruar intervenimit kirurgjik dhe është dërguar në mjekim intensiv. Policia e Kosovës apelon të gjithë drejtuesit e automjeteve që të respektojnë rregullat e trafikut dhe të tregojnë kujdes të shtuar gjatë vëzitjes për të shmangur aksidentet. Dërsa aksidenti tragjik në autostradën e papërfunduar të Bllacës, ku humbën jetën në 3 shtetas të Kosovës, ka ngritur pikpyetje serioze për përgjegjësinë e autoriteteve lidhur me këtë rrugë të papërfunduar kronik e gazetarëve tonë në Shkup.
Para 4 muajve, televizioni 21 raportoi për rrezikun që përbën mungesa e sinjalistikës për bllokimin e kalimit në autostradën e papërfunduar të Bllacës, pasi aty kishte fluturuar një vetur por pa viktima. Siç duket, askush nuk mori masa dhe vikendin e kaluar për të njëjtën problematik humben jetën 3 persona nga Kosova. Tani kush do të mbajë përgjegjësi për këtë aksident? Nga Ministria e Transportit thonë se nuk janë kompetent, ndërsa nga ndërmarrja publike rrugës shtetërore nuk flasin para kameras. Gjatë gjithë ditës jemi në pritje të përgjigjeve dhe tani më 2 orë jemi në ambientet e ndërmarrjes publike rrugës shtetërore këtu në Shkup, por as drejtori Koce Trajanovski dhe as zëvendës drejtori Tahir Tahiri nuk gjetën kohë dhe arsye për të dalë para kamerës dhe për të folur për aksidentin tragjik me 3 viktima që ndodhi tek autostrada e Bllacës, për të treguar lidhur me mungesën e sinjalistikës rrugore në atë aks. Gjatë ditës së djeshme në teren u pa vetëm kjo barriere, cila nuk e bllokon komplet kalimin. Madje sipas banorëve lokal thuhet se e njëjta është vendosur pasi ka ndodhur aksidenti. Megjithatë, nga ndërmarrja publike për rrugë shtetërore përmes një komunikate thonë se në rrugën në fjalë ka të vendosur sinjalistik. Në përputhje me rregulloren për shenjat e komunikacionit, sinjalistikën dhe pajisjet rrugore janë vendosur bariera vertikale për shënimin e pengesave në rrugë dhe sinjalizimin rrugor, shenja për orientim dhe ndalesë për lëvizje në rrugën në cila është në ndërtim e sipër. Ndërkohë, pas hetimeve, prokuroria do të vlerësojë nëse tragjedia ka ndodhur nga mungesa e sinjalistikës apo faktoreve të tjerë. Pas mbledhjes së të gjitha dëshmive, do të konstatohet nëse tragjedia do të kualifikohet si aksident trafiku apo nëse ka elemente për ngritje të hetimit që tragjedia mund të ketë ndodhur nga mungesa e sinjalistikës rrugore ose edhe të faktoreve të tjerë. Sot pas dite ju dha lamtumira e fundit 3 mërgjimtarëve nga Vushtria, të cilët humben jetën tragjikisht në aksidentin e Bllacës. Në banesën e fundit u përcollën Ejup Tërnava, Gjeneta Tërnava dhe Fatmire Shabani. Ceremonia e varrimit u mbajt në varrezat e fshatit Studime në komunën e Vushtrisë. Një veprim të pazakontë për politikanët e ka bërë deputetja e AK-s Time Kadriaj. Ajo i është nënshtruar vullnetarisht testit për narkotik, nga i cili ka dalë negativ, duke ftuar edhe kolegët e saj që të sfidohen me këtë test. Në procesin e narkotestit që u krye mëngjesin e së hënës në klinikën e ginekologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, janë publikuar rezultatet duke konfirmuar se deputetja Kadriaj ka rezultuar negativ. Po, mundën edhe me po publikisht, se cila analizë që është nxjerrë, gjitha jo negativ, kështu që jo me pasër. Pas përfundimit të testimit dhe publikimit të rezultateve, Kadriaj tha se transparenca dhe llogaridhënia duhet të vlejnë edhe për zyrtar publik. Me vullnet, me dëshirë, sepse statistika tregojnë që është rrit ndjeshëm shumë, është rrit numri e fëmijëve që konsumojnë drogën, të rriturve, adoleshentëve, domethënë është një masë të madhe dhe për mua kjo është shqetësuese. Andaj vullnetarisht kam marrë ta bëj testin e drogës. Në mënyrë që ndoshta në mënyrë institucionale të kërkohen që edhe për nxënësit të shkollës fillore, po edhe nxënësit të shkollës të mesme, po edhe në për institucionet bëhet një ligj i cili obligon të gjithë që ta bëjnë testin e drogës, narkotiksin, në mënyrë që të gjejmë module edhe mundësi që ata të trajtohen ose në një farë forme nëse e din nxënësit se do të testohen, ndoshta do të jepet mundësia që të largohen prej këtij fenomenit vdekje prurës. Ishin bërë disa ndryshime. Kadriaj, që është politikania e dytë e cila po i nënshtrohet narkotestit pas Burim Ramadanit që e mori iniciativën, propozoi që testimi të rregullohet me ligj dhe të bëhet i detyrueshëm në institucione, por edhe në sistemin arsimor. Ta bëjmë ligjin që t'i detyrojmë të gjitha institucionet, pavarësisht cili institucion, edhe kuvendi, edhe policia, edhe ushtria, edhe shkollat, edhe mësimdhënësit, edhe mjeket, të gjithë të nënshtrohen narkotestit në mënyrë që të jetë transparent, po edhe të luftohet ky fenomen i keq. Ajo i ftoi edhe deputet të tjerë që t'i përgjigjen sfides për t'u nënshtruar testimit. T'jeni transparent me publikun,
Nëse veç pak ka dyshim, atëherë nuk e di se cila do të jetë besueshmëria në një deputet apo në një zyrtar të lartë, nëse po sfidohen që ta bëjnë narkotestën dhe nuk e bëjnë. Testi bëhet në laboratorin e klinikës së ginekologjisë. Kryeministri i Shqipërisë ka folur për nismën paketa e maleve, me që rast ka theksuar se kjo është një mundësi e mirë për zhvillimin e zonave malore dhe nxitjen e investimeve në harmoni me natyrën. Rektori i Universitetit të Prishtinës, Arben Hajrullahu, tha se përfundimi i programit trajnues Job Placement Counseling paraqet një hap të rëndësishëm drejt krijimit të një sistemi më të qëndrueshëm të orientimit profesional dhe mbështetjes së të rinjve gjatë kalimit nga studimet në punësim. Në këtë drejtim, këshillimi për karrierë dhe ndërmjetësimi drejt punësimit janë pjesë thelbësore e misionit tonë. Programi Job Placement Counseling ka pasur në qendër zhvillimin e kompetencave të këshilltarëve të punës, aftësinë për të orientuar individët për të kuptuar nevojat e tyre, për të informuar mbi të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre, për të mbështetur në vendimarrje e për të ndihmuar të ndërtojnë rrugë të qarta drejt tregut të punës. Ministri në detyrë punës dhe familjes, Sanden Hoti, tha se investimi në profesionistët që ndihmojnë qytetarët të gjejnë vende pune është njëkohësisht investim në zhvillimin ekonomik të Kosovës. 33 zyrtarë të punësimit që jeni këtu që keni përfunduar me sukses programin Job Placement Counseling, duke fituar një uri të reja, metoda moderne të këshillimit dhe aftësi profesionale, do t'i zbatoni në punën tuaj të përditshme. Punësimi është një nga prioritetet kryesore për ministrinë tonë, Ministrinë për Punë, Familje dhe Vlera të Luftës Qëndrore, dhe çdo qytetar që i drejtohet kësaj ministrie apo qendrave të punësimit, ai nuk kërkon vetëm një informat nga ju apo ne si ministri, po vjen për një mundësi. Ndërkaq menaxheri i projektit nga Gizi, Mario Eckhart, tha se certifikimi i përfaqëson më shumë se sa përfundimin e një trajnimi, duke theksuar rëndësinë e këshilltarëve modern në tregun e punës. And also modern labor market. Politikat dhe proceset moderne po ashtu ka nevojë për këshilltar modern të tregut e punës dhe më vjen mirë që keni përfunduar këtë trajnim. Do të jetë një program i vazhdueshëm i cili do të mbetet në universitet, si një proces i cili do të vazhdojë edhe gjatë viteve të ardhshme. Programi synon të forcojë lidhjen ndërmjet institucioneve arsimore, shërbimeve të punësimit dhe nevojave të tregut të punës. Me festimet e fituesit të kupës së botës në futbol, mbyllim këtë edicion në lajmesh, ndërkaq për informacionet më të fundit klikoni në adresën tonë të internetit rtv21.tv.